dëmtuar. 2 kemi qenë dëmtuar nga një refer, nga ky rezorti, ndërsa një ne kanë marrë pikë pa drejt juridike. Loja u shlu një dhe masanej me një ankesë Dugaxhinit, me një ndihmë të delegatës, që ishte Çfarë ndihme? Po, një ndihmë. Ku është ndihmë? Loja u zhvillu, u kry loja, edhe masi u kry loja, ajo shkon edhe ju tregon, ju thot, bëni ankesë se doktori ka qenë, nuk ka qenë doktor, por ka qenë fizioterapeut, pa diplom të mjeku, doktorit, po vetëm si fizioterapeut, me shkollë të mesme. Ajet na kishton neve me një herë aty, është 15 minuta koha që kishëm shkuar, kishëm marrë në një doktor tjetër edhe kish fillu loja. Po ja ka hesht, ka qenë si mi keshe aty, unë kam hyrë, këtë frik kam hyrë në Super League, edhe shkon. Mirë po, edhe kjo na ka marrë pa drejta juridike. Në bazë të e kemi bënë ankesën, na kanë kthy që nuk keni drejt. Mirë po, ankesën e kemi bënë vetëm federat, këtu e kam ankesën, nuk e kemi bënë u dashni pagu 200 euro. Edhe unë shkaku 200 euro nuk i kam përsërit, domethënë. Edhe u dashni pagu 200 euro për me qenë ankesa valide. Po. Tjetra, sezonin vjeshtor, rezorti na referon, na dëmton që s'ka jashtë masës. Na referon prap tash në klin. Prap rezorti. Qa ka qenë më interesant, delegati një vogëshi i pejes, thotë, na falni se po duhet me prit pak se këta refert kanë mbetë në rrugë. Na po i shumë refert të bisedu me kryetarin e Dugaxhinit, me një qashë, i kem fotot, i kena publikuar, atje më nëshmi marë në Facebook tonë, në faqe zyrtare. E tash, për thëmë që ku kam të nejtë ata, i thirë nuk i vinë. 8 minuta me vones, fillon loja. Me na thoneve që ma interesant ishte me nejtë, me kryetarin e Dugaxhinit, se sa me fillu lojen. Erë me 8 minuta vones, e filloj lojen, me njerë shumë shpejt i jep karton referit, i jep karton kapitenes, edhe bje një gol i demoralizo vojzat. Si e pon vojzat thanë, na po hum shumë, rezortis na dëmton, s'na lëshon, e pasan që qëllën me është, ku ta di. Edhe tash gola dytë bjen për një prejke me dorë nga vojzat e Dugaxhinit, edhe një faul. Nuk i nalë, bjen gola. Tash, deri karo gola tret, prap, çdo kon u shikë ndihma, që për ju ndihman. Shka ka qenë më interesant, tash, a nuk i kanë ditë regullat, a i rezorti edhe delegatja, apo kanë dish me bo, vojzat të në rinë statike dhe i pet gola 4. Dërzohen ato, po? Ato dërzohen, pse me lu, ka nejtë statike, këtu shkojnë e bojnë golën, nuk e qesin televizioni nuk e qetë, po ajo që e kom qitë publikisht, është që e kemi njëzu ne. Edhe nuk e qesin, po vetëm përfundo loja. E përfundo 3 minuta 4 para kohë. Lojen edhe nuk e publikon pëse vojzat tona kanë statike. Mësa e divën janë dhe regla dhe ligje që duhet me thirë kapitenën, jep karton, apo qka është edhe e thirë tjetër kapitenën, dhe sa të shkon... Për shkak të pasivitetit të skuadrës. Dhe sa të shkon mbesin me 7 lojtarë. Edhe me përfundim dhe isha mësej. Qa ka qenë tjetra. Në fillim, kë vogëshi edhe i thët, i bon presion personit zyrtar tonë. Personit zyrtar ishte një vajzë, edhe e rej është, bëjmë autorizimin, a kja autorizim, pa autorizim zbëm njësë loja. Unë me sa di që ta shkojnë e fundit, bënë edhe pa autorizim më fillu. Ajo vajza dhe njerë se ep autorizimin, po në fund të lojë se ep, dhe që ku e kam autorizimin, e kum pas. Nuk, do më s'ka pos drejt me ndërprej lojen. Thot, jo, nuk luhet loja pa autorizim, se s'kiti autorizim. I merë librezat mirë, një nga një. Gjëse, po i vetëm tonat, jo të aty në tjerve. Edhe tash, mbaroj loja, para kohë, 3 minuta para kohë. E kryti. Kur shku me mush protokollin, vjena e vojza për më thirë, thot, hajde se për më kërsan kë delegati. Kur shkoj, a i se din që unë jam kryetar klubi, hynë aty, për ngoj. A dhe tha që i thiri policin, nuk ba me shkru kështu, shka po dhe ti me shkru. I thiri policin të lidhën që to. Kush ka qenë delegat? Delegat një vokshi, këtu e ka emrin, dikun. Vokshi nga peja ishte.
Pse çfarë ka dashur të shkruaj futbolli Antonio? Ajo ka desh me shkruaj ka po, ç'është shembull. Okej, ankesë ka desh me po. Po, një lloj ankesë aty. Po, manku, edhe bëri thot pse ke përndjek 10 vajzën tonë deri te për shkak e përndjekë deri te zhveshtorët. Plus artë zhveshtorët thirrma 10 se po sillet keq, ti thamun diçka. Tash ky delegati e thirr vjen te zhveshtorja jonë e thirr lojtarën me numër 10. Edhe thot ti zguxo me shkru këta. Jo i thirri policin. Këm thirr mu shkova, ta ti zbo me nejt këtu jashtë normal. Ish drejt të musisha i autorizum. Unë dola jashtë, erdh kryetari i Dugaxhinit hyni me rana për rrim. E ai kryetar, unë kryetar. E hina, unë hula. Kur hula më tash të më del jashtë, se ka një dhaj. Edhe, një loj, një cirk, unë e pash një cirk, se unë jam kohë gjatë, ajtë të menu që në Afrikë jena në futbol. Kam qenë i kohë gjatë, një 10 vjetë, kam qenë kryetari i djembe, e kom la, tash shokët kam thënë, hajde të një mojnë vajza. Edhe, tash këtu unë falenderoj shumë që më ke pranu këtu në këtë emision, po, çka tjetër, unë këtu si isha ardhur. Po, tash lënë ceket, na nuk unë i takoj ligës regionale të Ferizajt. E kanë zgjedhur një kryetar aty të ligës regionale, i cili është azil, është në Francë. Ai nuk gjendet, është me sëmundje kronike, po mbja keq inshallah o Zot shërohet. Po, është me sëmundje, tash as ka qenë tani, as e dim se si isha ardhur, isha ankute kryetari i ligës regionale, ai shkute kryetari edhe ishin rregullu këtë punë. Domethënë, kjo ja keni provu zëriçit ankoni te Federata e Futbollit Kosovës. Unë do të shkoj te kryetari te Agim Ademi, edhe pse më pret, po kjo është më shumë që ka marrë këtu këtë ankesë ta bëj kundër referimet, që janë shumë referimet që thjesht tash kanë herë mendoj a më fillu garat a mos më fillu. Por në fillim të garave, në fillim po dihet kush ka më von kampion. Na kemi bën një investim te klubi. Ju kom premtu dhe rroga vajza. Jo të vogla, nashte. Po tash kur i shohin vjen një donator, që domethënë nuk po mvaret nga loja e vajza, po mvaret nga një refer. Tash ku më ndihmuaj, edhe i humbe edhe donatorët. Do për këtë kom marrë që domethënë opinioni le të kupton se çka po ndodh në fushat e futbollit tonë. Okej. Po kjo është një rast i rënd, ato se çfarë po thua këtu janë akuza të rënda edhe ndaj delegatit, po edhe në përgjithësi ndaj gjithë futbollit, sidomos nëse ka ndodhur ajo përndjekja që po thua ti deri tek zhveshtorja te futbollista me numrin 10. A ka dëshmi për një gjë të tillë?